Ju njohim me përmbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7. Mungesa e vullnetit për ta zbatuar reformën në drejtësimi të njëjtin idealizëm dhe ndëshmëri me të cilën u ndërtua është një nga shqetësimet kryesore të ngritura nga kreu gjykatës së lartë në Shqipëri, Sokol Sadushi, gjatë konferencës me temë 30 vite partneritet dhe progres Shqipëria, Këshilli i Evropës dhe Komisioni i Venecias. Kryetari Sadushi vlerëson se reforma nuk është një projekt vetëm i drejtësisë, por një thit kombëtare që përfshin politikën, administratën dhe çdo institucion që mban përgjegjësinë ndaj qytetarit. Frymja e kësaj reforme megjithatë mbartë dhe sfida të mëdha që lidhen me ruajtjen nga deformimet, mbrojtjen e pavarësisë së institucioneve të reja dhe përgatitjen e një brezi magjistratësh që duhet ta kuptojnë reformën jo si mekanizëm kontrolli, por si një akt përgjegjësie personale. Paqja e rëndësishme është edhe përzgjedhja e magjistratëve dhe jo magjistratëve në organet e qeverisjes. Sadushi theksoi se drejtësia shqiptare duhet të hyjë në fazën e vetëpërmirësimit dhe të konsolidimit, duke çliruar veten nga kompleksi i reformave dhe duke fituar besimin përmes sjelljes dhe vendimeve të ndershme. Kryetaria e gjykatës kushtetuese Olta Zaçaj kërkoi që Komisioni i Venecias të mos përdoret si mjet për të kontestuar vendimet e gjykatës kushtetuese, të cilat janë përfundimtare. E pranishme në takim, Zaçaj nënvizoi se kërkimi i një opinioni këshillimor duhet të ndodhë paraprakisht dhe jo të përdoret si mjet për të kontestuar një vendim të dhënë. Procesi konsultativ me Komisionin e Venecias nuk mund të përdoret për të shmangur ose relativizuar vendimet e gjykatës kushtetuese, të cilat janë përfundimtare, detyruese dhe nuk mund të vijë në diskutim nga asnjë organ i pushtetit dhe as nga vetë ajo. Kërkimi i një opinioni këshillimor duhet të ndodhë paraprakisht dhe jo të përdoret si mjet për të kontestuar një vendimarrje të dhënë. Kjo është thelbësore për të ruajtur autoritetin institucional të gjykatës dhe për të respektuar ndarjen e pushteteve. Ishte Olta Zaçaj. Një partner të pazëvendësueshëm të Shqipërisë dhe një pikë referimi e vlerësoi kryeministri Edi Rama punën e Komisionit të Venecias. Në konferencën e 30 Partneritet dhe Progres Shqipëria, Këshilli i Evropës dhe Komisioni i Venecias, të organizuar në Tiranë me përfaqësues nga ky institucion, Edi Rama tha se komisioni ndihmon për të kuptuar sa më mirë se çfarë duhet të bëjmë më mirë në të gjitha momentet ku do të kemi dilemat e pandalshme nga proceset e reformave dhe të ndryshimeve. Historia e zhvillimit demokratik në Shqipëri është ngushtisht e lidhur me historinë e rritjes dhe të forcimit të influencës së Komisionit të Venecias mbi procese që në vende si Shqipëria kanë pasur në vazhdimsi nevojën e ndihmës, nevojën e një mbështetje mençurie dhe nevojën e një asistenti, po themi se nuk është një gjykatës, por një asistenti bujar dhe të panshëm të çdo vendi në kërkim të standardeve më të mira. Ministri i Drejtësisë i Shqipërisë, Besport Llamari, shpreu shqetësimin për paraburgimin e të zgjatur të personave në gjykim. Sipas tij, rreth 60% e personave që janë në burgje janë në pritje të vendimit gjyqësor. Nga 4.576 shtetës të cilët gjenden sot në burgjet e vendit, rreth 60% e tyre janë ende në pritje të një vendimi gjyqësor. Qëndrimi në paraburgim për një kohë më të gjatë se koha e disponuar me vendim përfundimtar gjykate, por shumë prej tyre shndrohet në padrejtësinë më të madhe për ta dhe familjarët e tyre. Ai ngriti si shqetësim dhe faktin se ndërmjetësimi nuk përdoret si mekanizëm për të zgjidhur çështje të caktuara si ato civile. Sipas ministrit të Drejtësisë, vitin e kaluar në rang vendi vetëm një gjykat ka referuar qytetarët për të zgjidhur mosmarrëveshjet drejt mekanizmit të ndërmjetësimit. Sipas tij, ky mekanizëm ka rezultuar i suksesshëm në rreth 90% të rasteve. Vitin e shkuar në shkallën republike, vetëm një gjykat udhëzoi qytetarët për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve jashtë procesit gjyqësor. Dhe këto 25 raste nga 1500 të tilla të ardhura vullnetarisht apo përmes shërbimit të ndihmës juridike të ofruar nga Ministria e Drejtësisë nuk arrin dot as 2% të totalit të çështjeve të zgjidhura përmes mekanizmit të ndërmjetësimit, i cili në fakt ka rezultuar shumë i suksesshëm në shkallën 85-90%. Opozita në Shqipëri kërkon që çdo institucion t'i nënshtrohet kushtetutës. E pranishme në panelin Drejtësia Kushtetuese, deputetja e Partisë Demokratike Jurida Tabaku akuzoi majorancën se po braktis vendimet e gjykatës kushtetuese dhe se kjo rënon shtetin e së drejtës. Deputetja demokrate theksoi se shumica politike ka zgjedhur rrugën e forcës dhe se majoranca ka vijuar përpjekjet për të ndikuar mbi përbërjen dhe integritetin e gjykatës kushtetuese. Unë besoj që sot këto javë
janë një shembull i qartë edhe i përpjekjeve për të ndikuar mbi përbërjen dhe integritetin e gjykatës kushtetuese. Ndërprerja e mandatit një anëtare të gjykatës kushtetuese, që deri dje përfaqësonte mendimet e minorancës, për mua është një ndërhyrje në përbërjen e kësaj gjykate. Sa herë që vendimet priten jenë të rëndësishme, nis presioni për ndryshime. Ky instrumentalizim dhe kjo politikë dy standardesh është rreziku më i madh për drejtsinë kushtetuese. Sa i përket mosbatimit të vendimeve të gjykatës kushtetuese, Tabaku tha se ato kanë prodhuar shpesh edhe kriza politike. Gjatë konferencës 30 vite partneritet dhe progres, Shqipëria, Këshilli i Evropës dhe Komisioni i Venecias në panelin kushtuar reformës në drejtësi, deputeti i Partisë Demokratike Gen Strazimiri shpreu shqetësimin se rekomandimet e Komisionit të Venecias nuk u zbatuan për reformën në drejtësi dhe se konsensusi bipartizan u shua më njëherë pas ndryshimeve kushtetuese. Ai e cilësoi demokracinë shqiptare në kushte të urisë ekstreme, pasi sipas tij mungon ushqimi kryesor që është liria. Presidentja e Komisionit të Venecias, Hana Sukok, përshëndet procesin e Shqipërisë në drejtim të pavarësisë së gjyqësorit. E pranishme në konferencën 30 vite partneritet dhe progres Shqipëria, Këshilli i Evropës dhe Komisioni i Venecias të organizuar në Tiranë, Sukok theksoi se komisioni përgëzoi autoritetet shqiptare dhe ekspertët e komisionit të posaçëm në lidhje me përgatitjen e reformës kushtetuese për gjyqësorin. Ne vazhdojmë që të kemi dialog të përhershëm, deklaroi presidentja e Komisionit të Venecias. Sistemi të drejtësisë në Shqipëri shtojnë 42 gjyqtar. Këshilli i Lartë Gjyqësor caktoi 42 gjykatës të rinj të shpërndar në 11 gjykata. 3 gjyqtarë janë caktuar në gjykatën në shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Berat, 7 në shkallën e parë në Elbasan, 7 në Fier, 2 në Gjirokastër, 2 në Korçë, 2 në Kukës, 4 në Lezhë, 1 në Sarandë, 5 në Shkodër, 2 në Vlorë dhe 7 gjyqtarë në Lushnjë. Nga 417 gjyqtarë që duhet të kishte sistemi gjyqësor në Shqipëri, sot ai ka 308 gjyqtarë të emëruar, nga të cilët 265 janë efektivisht në detyrë. Me caktimin e magjistratëve të rinj, numri i gjyqtarëve efektivisht në detyrë shkon në 307, ndërsa i të emëruarve shkon në 350. Mbeten ende edhe 67 vende vakante në gjykata. Sociale. Qeveria shqiptare shton fondin në dispozicion të bonusit të fundvitit për pensionistët. Nga 37.5 milion euro që ishte parashikuar në buxhetin fillestar, vlera është rritur në 97 milion euro. Një shtesë e barabartë me gjysmën e vlerës së rritjes së të ardhurave. Nga bonusi pritet që të përfitojnë rreth 756.000 pensionistë. Edhe këtë vit shpërblimi do të jetë me fasha. Pensionistët që marrin deri në 200 euro në muaj pritet të përfitojnë më shumë. Vendimi është marrë pas rishikimit të tretë të buxhetit të shtetit për vitin 2025, me ndryshimet e bëra shpenzimet shtohen në 57 milion euro në një total prej 8.3 miliard euro. Deri në vitin 2036, Shqipëria duhet të riciklojë rreth 65% të mbetjeve. Apeli vjen nga ambasadori i Bashkimit Evropian në Tiranë Silvio Gozato gjatë një vizite që ai zhvilloi në qytetin e Përmetit, duke nënvizuar progresin që Shqipëria ka bërë me hapjen e grup kapitujve në negociatat me Komisionin Evropian. Gozato ndal tek objektivi që vendi duhet të përmbushë si antar i ardhshëm BE-s. By 2036, 65% of the waste will have to be recycled in Albania. Për shembull, në Shqipëri deri në vitin 2036, 65% e mbetjeve do duhet të riciklohen. So we need to start now. Që do thotë që puna duhet fillojë që tani. Gozanda përmendi edhe 2 fonde për nga 50 milion eurosh që i kanë dhënë qeverisë shqiptare për përmirësimin e efikasitetit të energjisë në ndërtesat publike, si dhe për rinin. And also to install charging stations for electric vehicles. You know, I have an electric vehicle and we had to find a solution because today in Përmet there isn't one, but I'm sure the next time I come there will be a charging station. Ndërkohë që pjesë e këtyre 50 milion eurove është edhe që në përqytete në zona të ndryshme të ketë edhe vende karikimi për automjetet elektrike apo për bicikleta elektrike, një gjë që thash që është shumë e rëndësishme edhe për faktin se unë vetë kam një automjet elektrik dhe për shembull e patëm problem për gjetur një vend për ta karikuar makinën, por besoj që herën tjetër që do të vim në Përmet, do të ketë një këtu në qendër të Përmetit. Tha ambasadori i Bashkimit Evropian gjatë takimit me kryetarin e Bashkisë së Përmetit, Alma Hoxha, për projektin e qendrës së riciklimit të mbetjeve. Qeveria shqiptare kërkon rritjen e bashkëpunimit me sektorin e farmaceutikës. Synimi është të garantohet mbulimi i vazhdueshëm e barna si dhe forcimi i standardeve të cilësisë dhe transparencës për qytetarët. Në këto kushte, Ministria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale Elvis Sala zhvilloi një takim me Unionin e Biznesit të Farmaceutikës ku theksoi forcimin e dialogut dhe angazhimin e përbashkët për përmirësimin e këtij sektori. Jemi të vetëdijshëm që sektori ka sfida dhe nevoja për përmirësime. Do të ngrem një grup pune për të analizuar dhe përmirësuar sektorin e farmaceutikës për një bashkëpunim të qëndrueshëm dhe të vazhdueshëm me qëllim përmirësimin e cilësisë së shërbimit për pacientët, tha ministrja Sala. Ekonomi.
Duke filluar nga viti i ardhshëm, Shqipëria do të ketë gati një mjet identifikimi digital. Kryeministri Edi Rama, i pranishëm në aktivitetin për prezantimin e këtij identiteti, tha se Shqipëria është gati një vit përpara Bashkimit Evropian në këtë drejtim. Çfarë po demonstrohet sot do të jetë në dispozicion të publikut, në dispozicion të raportit mes qytetarit dhe shtetit dhe në dispozicion të ekonomisë sonë në fillim të vitit të ardhshëm. Në ndërkohë që Bashkimi Evropian po ashtu po përgatitet për identitetin digjital dhe objektivi i shpallur i Bashkimit Evropian është që në vitin 2027 qytetarët e BE-s mund të pajisen me identitetin e tyre digjital. Nga 1 janar i vitit të ardhshëm do të ndryshojë sërish siguracioni i makinës në Shqipëri. Të gjithë ata drejtues mjete që kanë shkaktuar aksidente gjatë këtij viti do të paguajnë më shumë sigurim vitin e ardhshëm. Rregulloria e re për sigurimin e mjeteve hyri në fuqi në janar të këtij viti, duke marrë në konsiderat 7 faktor risku që shtrenjtojnë siguracionin, si fuqia motorike, mosha e shoferit, eksperienca e tij në drejtimin e makinës, përdorimi i mjetit, qarku i regjistrimit të mjetit dhe vjetërsia e makinës, ndërsa histeriku me aksidentet nis të zbatohet nga janari i vitit të ardhshëm pasi aksidentet apo dëmet e shkaktuara përpara vitit 2025 zerohen. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha vijoi sërish akuzat ndaj qeverisë teksa komentoi përplasjet mes aksionerëve për aeroportin e Vlorës. Në konferencë për media Berisha tha se në dukje është një përplasje mes ortakëve, por sipas tij është një konflikt që ka të bëjë me shtetin. Që dy ortak mund të kenë mosmarrëveshje njëri me tjetrin, kjo është një ndodhi e zakonshme, po që një kryeministër të implikohet në ngatresën apo në përballjen e dy ortakëve njëri me tjetrin, kjo është gjëja më e pazakonshme. Pra kemi të bëjmë jo thjesht me një përballje midis dy aksionerëve, por kemi të bëjmë me një përballje midis shtetit dhe aksionerëve. Kreu i Partisë Demokratike kërkoi hetim, ndërsa akuzoi ministrin e infrastrukturës dhe energjisë Belinda Balloku se ka transferuar aksionet nga kompania turke tek ajo e Pacollit. Atë që Arben Ahmetaj edhe Damian Gjiknuri nuk e firmosen sepse ishte 120 milion euro siguri nga qeveria nga takspaguesit shqiptar, Lubia e firmosi me 140 milion euro. Ndoqet përmbledhje nga orët e lajmeve. Kjo është Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.